Ora shënon 7 mbrëmjes. Bulevardi Dëshmorët e Kombit nis të mbushet me njerëz. Mes tyre është edhe Andi Tepelena. Nuk është hera e parë dhe me shumë gjasa nuk do t'jetë as e fundit. Për të, protesta nuk është një ngjarje jashtëzakonshme, por një vazhdimsi, një rrugë që e ka ndjekur për më shumë se 20 vjet. Sot, prej më shumë se një muaj e gjysmë, rruga e çon çdo mbrëmje në të njëjtin vend. Ai bashkohet protestuesve në sheshin Skënderbej, marshon drejt kryeministrisë dhe largohet vetëm kur protesta përfundon. Për Andi Tepelenën, kjo nuk është thjesht protesta e radhës, është shprehja e një pakënaqësie që sipas tij ka kohë që ka përcyer kufijtë të durimit. Kuptova që ka një revolt të madhe dhe të brendshme të gjithë shqiptarëve. Pra ishte akumuluar në kohë, kuptova që njerëzit kishin ka arritur një pikë vlimi e gjithçka. Shqiptarët janë shumë të zhgënjur nga gjithë kjo keqeverisje që po ndodh, nga korrupsioni, domethënë paratë e tyre, paratë publike sidomos, masën 70% pothuajse përfundon në duart e xhepat e pesë oligarkëve. Korrupsioni, vjedhja e pronës publike, por edhe asaj private, varfëria tek shqiptarët mbi gjitha. Në Shqipërinë e 2 dekadave të fundit, emri i tij është shfaqur thuajse në çdo kauz qytetare, në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, të mjedisit, të hapësirave publike dhe në protestat kundër korrupsionit. Çdo betejë kalon gjurmën e saj, por edhe bindjen se ndryshimi nuk vjen duke pritur. Andi Tepelena ka luftuar, ka bërë betejat e veta parimore ndaj gjithë shkeljes së ligjit mbi gjitha. Pra ku ka pas shkeljet kushtetutës, shkeljet ligjeve. Sidomos në fushën e trashëgimisë kulturore, aty kam qenë më aktiv se pasi është profili im, fusha ime. Duke filluar betejat me teatrin kombëtar, që kam qenë ndër nismëtarët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, pastaj betejë për Butrintin. Faktikisht Butrinti le të themi është zona fida e gjithë keq përdorimit të pushtetit nga Rama, domethënë në bashkëpunim me një grup të vogël klientelistësh, pra një grup i okult do thoja, një lloj sekti i cili vendos se zonat caktuara që janë pjesë e pasurisë tonë kombëtare, i përkasin një grupi të ngushtë njerëzish me të cilët ai ka bizneset e veta. Nëse ka një moment që ai e konsideron pikëthese për protestën e sotme, ajo nuk ndodhi në Tiranë, ndodhi në Zvërnec. Kur dëgjoi se makineritë kishin hyrë në dunat shekullore dhe se një pjesë e Bregdetit po rrethohej me gardhe, vendosi të shkonte vetë. Ajo që pa, thotë se e bindi se këtë herë reagimi nuk do të mbetej vetëm në radhët e ambientalistëve. Shkova në Zvërnec dhe pash me sytë e mi rrethimin që ishte rreth 600 hektarë, domethënë një gjë e frikshme. Bile edhe tek vija edhe tek plazhi, te pjesa e rërës e detit, domethënë. Kuptova që një çmenduri domethënë që nuk mund të përshkruaj, vetëm po ta shohësh me sy, kuptohet çfarë impakti që kishte viziv edhe të fortë, emotiv. Pas sinjalizimit që patën nga ambientalistët, Zvërnec po ndodhte kjo rrethimi, domethënë, dhe më pas dhuna që ndodhi pastaj që ishte ajo që ishte shkëndia, si thua, dhuna që ushtru nga rojet private. Dhe u kuptua që këtu, vende më të bukura Shqipërisë, plazhet e tjerë, këtu do rrethokan gjithë dhe vetëm për një pakicë njerëzish, edhe të tjerë shqiptarë pastaj ta bëjnë plazhin diku tjetër. Protesta që nisi për të kundërshtuar rrethimin e Bregdetit shumë shpejt mori një kuptim më të gjerë. Gardhi nuk u pa më vetëm si kufi fizik, por shumë qytetarë ai u kthye në simbol të mënyrës se si, sipas tyre, po administrohen pasuritë publike. Pikërisht aty, mendon Andi, shumë njerëz gjetën edhe arsye për të dalë në rrugë. Edhe gjithë kjo, vjedhja e votës, vjedhja e pensioneve, vjedhja e ilaçeve, çdo ditë tu Shqipëria po bërtet plagën e vet sociale. Pra çdo ditë dëgjojmë nga më të rinjt deri të moshuar që ka një model ekonomik domethënë që nuk mund shkojmë më. Çdo mbrëmje mes turmës ai dëgjon histori të ndryshme, pensionistët që ankohen për jetesën, prindër që flasin për fëmijët e larguar jashtë vendit, studentë që nuk e shohin të ardhmen në Shqipëri. Sipas tij, protesta është bërë vendi ku bashkohen shqetësime që deri dje dukeshin të ndara nga njëra tjetra. Duket sikur brenda kësaj unazës tonë, domethënë këtu sikur ka një Shqipëri tjetër, por po të kalosh unazë, kuptoj që nuk është kjo Shqipëria që na shit nga propaganda e Ramës, çdo ditë përmes ekspozitave të tij ose përmes një propagande në rrjetet sociale. Pra sheshi tregoj që këtu ka një pakënaqësi
të jashtëzakonshme dhe kjo pakënaqësi nuk është vetëm tek shtresat e varfra të popullsisë, por edhe tek shtresa e mesme, ata që quajmë që janë edhe profesionistët, të cilët po detyrohen të largojnë fëmijët e tyre që në gjimnaz biles, që në shkollë të mesme, sepse nuk ndjehen sigurt, nuk ka një shpresë e tjerë. Pra mungesa e shpresës është shumë e dukshme në këtë vend. Për vite me radhë kishte krijuar bindjen se frika dhe apatia kishin fituar, se njerëzit nuk besonin më se protesta mund të ndryshonte diçka, por mbrëmjet e fundit, sipas tij, kanë treguar të kundërtën. Gjithë nxori frikën, sepse kishim rënë në një lloj pesimizmi apo gati fatale, domethënë që mendonin që shqiptarët nuk do kenë frikë të çohen për të kundër regjimit, le të themi. Në mesin e protestuesve sheh edhe shumë të rinj, një brez që shpesh është etiketuar si indiferent, i përqendruar vetëm te largimi nga vendi. Ai mendon se kjo protestë ka rrëzuar edhe këtë perceptim. Por rinia mbi gjitha, kjo ka qenë një gjë e zakonshme. Personalisht kam menduar se rinia është pasive, është indiferente, mendon të hiqi nga vendi mbas studimeve, por faktikisht tregon që është një rini që do vendin e vet, do të jetojë këtu të japë një kontribut, dhe kjo është gjë më fantastike për mua. Janë organizuar përmes rrjeteve sociale, në mënyrë shumë kreative, domethënë janë bërë frymëzim jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë botën. Për Andin, fitoria nuk matet vetëm me rezultatin politik, ajo matet edhe me ndryshimin që ndodh te vetë qytetarët, me mënyrën se si ata organizohen, flasin dhe shohin veten si pjesë e një reagimi kolektiv. Në këtë kuptim, ai beson se protesta ka prodhuar pasoja edhe për te sheshit. Fitore të tjera patjetër që është diskredituar Rama. Do është mbretësh lakurisht tash. Të gjithë çështjet korrupsioni i tij ndër vite i kalcifikuar ka dalë në pa, domethënë dita ditës po çmontohet edhe thua propaganda e tij. Fitore tjetër ka qenë ndërgjegjësimi i europianëve sidomos, sepse ishte krijuar ideja sikur Rama është njeriu i vizionar, jo vetëm lider për shqiptar, por për gjithë Ballkanin, domethënë një lider i cili mendon se do ta bënte Shqipërinë një baçe me lule këtu, por kuptoi që është një autokrat i cili përdor financat publike, përdor aksesin, përdor bandat, përdor krimin organizuar për të fuqizuar, pra ka hallin e pushtetit. Më shumë se 2 vite aktivizëm kanë sjell edhe kosto personale. Sulmet, etiketimet dhe fushat denigruese janë bërë pjesë e përditshmërisë së tij. Unë jam poliagent, jam i gjitha agenturët mundshme. Jam rus, agentira serbe, iraniane, izraelite, të gjitha është një gamë gjëra agenturash. Ndërsa protesta mbyllet, turma nis të shpërndahet, bulevardi boshatiset ngadalë, Andi largohet mes njerëzve pa shumë zhurmë, e nesërmja për të ka të ngjarë të jetë njësoj. Në orën 7 ai do të rikthehet sërish në të njëjtin bulevard, jo sepse është i sigurt se ndryshimi do të vijë shpejt, por sepse vazhdon të besojë se demokracia nuk ndërtohet vetëm në institucione, ajo ndërtohet edhe në rrugë, aty ku qytetarët vendosin të mos heshtin.